Mëngjesit televizion, jemi në hapësirën e intervistës ditës. Ditën e sotme, anëtarët e Partisë Demokratike do të janë thirrur në një referendum për votbesimin e kryetarit të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha. Është një proces ky i cili ka nisur në orën 8 të mëngjesit dhe pritet të përfundojë në orën 18 të mbrëmjes, por ndryshe nga herët e tjera që fletët e votimit kotit janë dërguar në selinë e Partisë Demokratike, më pas janë numëruar dhe ka dalë rezultati i zgjedhjes kryetarit të kësaj force politike. Ditën e sotme do të veprohet ndryshe pasi në degët ose në qendrat e votimit 87 të tilla, të cilat janë ngritur në të gjithë Shqipërinë, pas përfundimit të këtij procesi do të nisë edhe numërimi i fletëve të votimit dhe sigurisht do lexohet kësaj edhe fjala e anëtarëve të Partisë Demokratike për të dalë ditën e sotme me një rezultat sa i përket këtij referendumi. Unë kam kënaqësinë të kem një komunikim online në këtë moment me kryetarin e Partisë Demokratike Dega 9 në kryeqytet, zonjën Eda Grimci. Eda, të përshëndes. Përshëndetje, si jeni? Mirë, është një proces ditën e sotme i cili ka nisur në orën 8 të mëngjesit, pritet të përfundojë në orën 18. Si është përcjell ky proces, Eda, nga anëtarët e Partisë Demokratike? Procesi, duke parë këtu parasysh që në orët e para, domethënë ne kur kemi ardhur që të hapim qendrën e votimit, këtu kemi gjetur anëtarë të Partisë Demokratike që po na pristin. Procesi po shkon shumë mirë dhe ka që në orët e para, pra tani është ora 9:30, ka një orë gjysmë që ka filluar dhe në degën 9 ne jemi një degë me rreth 1700 anëtarë dhe deri tani kanë votuar të paktën 130-135 anëtarë për një orë gjysmë. Kështu që procesi po shkon shumë mirë. Sa herë votohet në fakt për kryetarin e Partisë Demokratike, sidomos sa herë votohet për doktor Berishën, pjesëmarrja është shumë e lartë, sepse unë e shoh nga njerëzit që vinë dhe votojnë, që janë njerëz që ndoshta gjatë fushatës nuk kanë qenë aktiv, pra anëtar, që nuk kanë qenë aktiv ose janë më pak aktiv, por për të votuar për kryetarin, anëtarësia vjen edhe voton. Pra, në brenda një orë gjysmë, më thej edhe kanë votuar mbi 135 anëtarë të Partisë Demokratike, një proces i cili mund të ketë një përfshirje deri në orën 18 të një numri të konsiderueshëm anëtarësie të cilët do të marrin pjesë në këtë proces. Por si e kanë pritur anëtarët e Partisë Demokratike listën me një kandidat? Është një referendum, një votbesim ndaj kryetarit të Partisë Demokratike? Me thënë të drejtën, Blejti, shumë mirë zhvarë të pyetje, sepse kemi mbi një muaj... Ka patur polemikat shumë të në fakt, ndaj, duhet ju pyes. Që dëgjojmë helme të panumërta edhe teori konspirative, akuzat të panumërta, të gjithë janë të shqetësuar përveç anëtarëve të Partisë Demokratike. Do me thënë, anëtarët e Partisë Demokratike e kanë pritur shumë mirë, po i drejtohen kutive të votimit edhe po votojnë. Nuk ka asnjë shqetësim, asnjë anëtar i degës 9 nuk më ka thënë pse është në formë referendumi, sepse ne nuk i konsiderojmë ata që nuk e dinë çfarë është partia, i konsiderojnë zgjedhje me një kandidaturë. Këto nuk janë zgjedhje me një kandidaturë. Këto janë referendum. Në 2022 kemi bërë referendum për kryetarin e Partisë Demokratike. Pra, nuk është hera e parë që demokratët votojnë në formë referendumi për kryetarin e Partisë Demokratike. Dhe nuk kanë patur asnjë shqetësim. Dega 9 ka të paktën 700 anëtar aktiv. Flas për zgjedhjet e fundit që është votuar për kryetarin e Partisë Demokratike, se mund të kemi edhe në një lëvizje. Njerëzit kanë vizur, kanë ikur jashtë, nuk mund ta përcaktojmë se sa do të jetë pjesëmarrja. Por, të paktën nga ata që janë aktiv, që marrin pjesë në protesta, që kam kontakt rregullisht me ta. Unë, për shembull, vetëm dje u kam dërguar mbi 1000 mesazhe anëtarëve aktiv, numrat të cilët unë i disponoj dhe kam një database të degës dhe nuk kam marrë asnjë mesazh që të më thotë pse me një anëtar, pse vetëm doktori, pse s'ka kandidatura të tjera. Pra, ky është një shqetësim i atyre që s'kanë asnjë akses në Partinë Demokratike, 2 asnjë lidhje me Partinë Demokratike, por në masën më të gjerë shqetësimi është i atyre që gjithçka e bëjnë për të dëmtuar Partinë Demokratike. Dhe në këndvështrimin tim, gjithë kjo tymnaj ka qenë elobuar e sponsorizuar mediatikisht edhe pastaj edhe nga, mendoj, grupe lobe, grupe interesit të ndryshme.
Edhe në faktu nuk është procesi i parë i vetëm i Partisë Demokratike ky që po ndodh ditën e sotme në këtë referendum vot besim ndaj kryetarit zotit Sali Berisha, ka patur zgjedhjen e kryetarëve të degëve, pritet që javën tjetër në fakt të ketë një tjetër proces të rëndësishëm ku pritet të zgjidhen edhe anëtarët e Këshillit Kombëtar, të ketë edhe ndryshime pse jo ndoshta edhe statutore. Çfarë pritet të ndodhë, pasi vetë zoti Berisha e ka cilësuar të gjithë këtë procese si një rijetëzim të kësaj force politike? Po, sot është procesi i zgjedhjes së kryetarit dhe në datën 30 ne kemi në kuvendin kombëtar. Përveç ndryshimeve statutore, bëhet çfarësja e platformës së 4 viteve të ardhshme të organizimit të Partisë Demokratike, ndryshimet e ndryshme statutore dhe do të votohet dhe për Këshillin Kombëtar. Sipas asaj që ju tha dhe është bërë në fakt publike nga vetë doktori, që do të ketë ndryshime, do të ketë rivitalizim të strukturave, ka patur rivitalizim në shumë struktura lokale të Partisë Demokratike, deg, ne kemi bërë zgjedhje duke filluar nga çdo seksion deri te çdo kryetar dege, dhe ka patur ndryshime. Në rastin tim për shembull, unë kam patur kandidaturë dhe jam do më falësh vetëm pak sekonda se do zhvendosim, qëndrojmë në linjë. Shkojmë në selinë e Partisë Demokratike, është deputeti Bozo i deklarat për media, të rikthehemi sërish me zonjën Grimci. Nuk ka pse të jetë ngarë. Është më mirë që të kemi një proces, do të thoja unë, që është politikisht i vlefshëm, se sa një garë me kandidat të cilët janë atje thjesht për të plotësuar numrin. Kjo personalisht për mua do më duket një farsë. Kurse kështu njerëzit kanë mundësi, individët, demokratët kanë mundësi të zgjedhin nëse janë pro apo kundër këtij vendimi. Kështu që kjo është mënyra më e mirë. Kjo shikoni, votimi është i fshehtë, po zhvillohet normalisht me dhënat që ne kemi në të gjitha degët e Republikës, është normalisht, besoj do jemi në komunikim. Faleminderit, mirupafshim. Nëse jeni marrë edhe me proceset elektorale, është normale që të mos dihet numri i anëtarësisë? Numri i anëtarësisë dihet patjetër. Faleminderit, mirupafshim. Mirë, ndoqëm këtë momente pra dhe fjalën e zotit Bozdo për sa i përket këtij procesi mjaft të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Kujtojmë që në selinë e Partisë Demokratike votojnë anëtarët e kësaj force politike të dekës 2, anëtarët e Këshillit Kombëtar, gjithashtu edhe deputetët. Do jemi her pas here edhe me deklaratën e deputetëve dhe anëtarëve të Këshillit Kombëtar. Pritet që atje të votojë edhe vetë zoti Berisha. Kthehemi me zonjën Grimci. Grimci, po më thoni për sa i përket këtij procesi rivitalizimit të mëtejshëm të kësaj force politike? Deri te degët, në momentin sepse ka akoma dhe pak degë që nuk ka përfunduar procesi zgjedhor. Në çdo deg, siç ju e dini, janë zgjedhur edhe kryesitë e degëve dhe nënkryetarët e degëve. Edhe këtu në degën tonë dje, në fakt për konstituimi i kryesisë së re, 70% e kryesisë ka qenë zgjedhur për herë të parë, 30% ka qenë e rikonfirmuar, janë zgjedhur 3 nënkryetarët e degës, janë zgjedhur delegatët që do të na përfaqësojnë në kuvendin e Partisë Demokratike, pra ka patur ndryshime në çdo degë, ka patur ndryshime sepse ka patur interes. Ndryshime ka patjetër kur njerëzit janë të interesuar, duan të angazhohen, duan të jenë pjesë aktive e strukturave dhe të jesh pjesë aktive e strukturave bledi për ata që nuk e kuptojnë. Sepse më vjen keq që shpesh herë edhe në rrjetet sociale akuzohemi sikur ne kemi uzurpuar, ne zyrtarët, pas kemi uzurpuar Partinë Demokratike se mbajnë poste. Për gjithë ata që nuk e dinë, të kesh një post në opozitë dhe të jesh pjesë e strukturës së një dege, apo edhe më larg, po po flas për degët, të jesh kryetar degë, të jesh antar kryesie, ke vetëm impenjim, angazhim, argjim kohë, energjie, je në shënjestrën e sulmeve të patronazhistëve. Pra, kush mendon se të jesh në opozitë edhe të kesh një funksion në strukturë është privilegj, ai e bën qëllimisht, ose në raste më të mirë nuk e di fare se çfarë është Partia Demokratike dhe nuk e di fare se çfarë është opozita. Se kush e njeh opozitën, kush merret me opozitë, e di shumë mirë se në çfarë kushtesh të vështira ne punojmë dhe në çfarë kushtesh të vështira. Sot që kemi të bëjmë autokraci ku kemi në çdo pallat, në çdo lagje patronazhistin që të monitoron e të di dhe numrin e këmbës. Madje edhe si deklaronte vetë kryeministri Edi Rama, zonja Grimci, patronazhistët tanë din edhe sa vezë kene frigorifer, është citimi i Ramës ky. Atëre, citimi i Ramës
mua nuk më çudit, sepse Ramën e njohin për klonin që është dhe në këto citimet që bën, sepse ky popull do spektakël edhe buk, gallat edhe buk, dajre edhe buk. Unë këtë e di mirë sepse kam kaq vite në opozit. Megjithatë gjëja e çuditshme që unë çuditem janë që vazhdojnë shqiptarët ngopen me gallat, me batut edhe me luk bosh. Patjetër. Por sot kemi zgjedhje, kemi referendum për konfirmimin e kryetarit Partisë Demokratike. Dhe kushdo që ka hedhur helm, kushdo që ka vënë në dyshim demokracinë brenda Partisë Demokratike, kushdo që është qier edhe ka bërtitur fort për kandidatura tjera, janë njerëz që nuk votojnë për Partinë Demokratike. Janë njerëz që nuk janë antarë të Partisë Demokratike. Janë njerëz që do ta donin ta shikonin këtë parti të shkrirë në rastin më të mirë për ta, por edhe në rastin më të keq të kapur, ku kryetari i kësaj partie do ta caktonte Edi Rama apo bandat kriminale. Kjo nuk ka për të ndodhur. Kjo nuk ka për të ndodhur. Partia Demokratike është parti qendrese. Parti qendrese, po thoni është parti qendrese, zonja Grimci, madje vetë zoti Berisha ka deklaruar se pas procesit të votbesimit ndaj tij në këtë referendum kombëtar demokrat, ku antarësia do shprehet me parimin një antar një vot, dhe pas kuvendit kombëtar në muajin qershor do të nisin edhe vala e re protestave të kësaj force politike, duke thënë se për demokratët nuk do ketë as pushime verore. Po, është e vërtet. Me njëherë pas përfundimit të këtij procesi, javën e parë të qershorit do të ketë protestë, siç e ka anuncuar dhe doktor Berisha këtë gjë. Dhe mendoj që neve shumë shpejt, sa të mbyllim organizimin e brendshëm të partisë, shumë shpejt po bëhemi gati për aksion opozitar pa ndalim. Sidomos deri në zgjedhjet vendore kjo nuk diskutohet, por aksioni opozitar nuk do të jetë vetëm në bërjen e fushatis, do të jetë në shumë drejtime, në shumë kahe dhe do të ketë patjetër angazhim të gjitha strukturave dhe të gjitha forcave. Pra, do ketë ashpërsim të toneve në proteste, pasi kemi parë zonja Grimci intimidimin që i ka bërë policia protestuesve, atë mënyrë brutale që u fut para dy protestash në mes të turmës, duke arrestuar adoleshent në protestën e fundit, arriti që ta arrestoj edhe turist. Atëherë, radikalizimi i protestave nuk është një gjë që neve e bëjmë me skena. Radikalizimi i protestave është pjesëmarrja për sa i përket ne organizatorëve, por pastaj reagimi është qytetar. Në atë moment kur njerëzit shkojnë protestojnë, reagimin ata e dinë vetë. Ne nuk i radikalizojmë protestat se thonë që, sepse ne kemi dëgjuar çuditëra që Partia Demokratike ka edhe paramilitar që i vinë nga Serbia që i organizon. Më kupton? E kuptoj. Radikalizimi i protestave nuk është thjesht radikalizim i aksionit. Partia Demokratike ka për detyrë të jetë e qëndrueshme në protestat, më pas vullneti qytetar është tjetër gjë, të cilën në një rast irritimi nuk e kontrollon dot Partia Demokratike, pasi e kanë vetë në dorë ata mënyrën se si do komportohen. Patjetër. Atëherë, Partia Demokratike është e qëndrueshme dhe do ketë radikalizim të aksionit opozitar në të gjithë territorin e Shqipërisë, jo vetëm në Tiranë. Zonja Grimci, më falenderoj që po. Edhe në vallë të kësaj revolte patjetër është Partia Demokratike, por ju garantoj që kjo nuk është vetëm e antarëve apo simpatizantëve të Partisë Demokratike. Ti populli ka ardhur në majtë fundës. Këtë popull nuk e përfaqëson ajo zonja në Dibër, që u kthye në Mehmedje, këtë popull nuk e përfaqësojnë patronazhistët, nuk e përfaqëson një pjesë e hajdutëve që punojnë në administratë, sepse dhe administrata, ne kemi kontakte, është shumë e dëshpëruar që jeton, që punon në terror. E kuptoj. Zonja Grimci, ju falenderoj që ishte me mua në këtë bisedë dhe sigurisht sukses edhe në këtë proces të cilin po e drejtoni në Degën. Faleminderit, sukses edhe ju. Ne në këtë moment do shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish.